dyfishuar rroga, gjej një punojës, gjej një pensionist me pension tult, që nuk dyfishuar pensioni, gjej një pensionist me pension të mesëm, që nuk rrit pensioni 60%, një pensionist me pension të lartë, që nuk rrit pensioni 20%. Cili do që vetë dyshim le të kërkoj një meqiri, s'do t'a gjej kur në Shqipëri, sepse ne bëm këte. Po çfarë bëm ne? Po ne bëm atë që bën një qeveri e përgjegjshme. Ne bëm atë që bën një qeveri e përgjegjshme. Më falje, me duke u kthye parat qytetarëve, ne me rrogë, njerëzit me rrogat më të ulta, duolem në njerëzit më të paguar se të gjithë popujt e Ballkanit, më të paguar se bullgarët dhe rumunët. Këtu e lam në 2013-ën. Jo vetëm kaq, por nga viti 2009, madje edhe më parë, por nga viti 2009 gjerë viti 2013, 180.000 vëllezër e motra, emigrantë tanë, u kthyen në Shqipëri, nisën investimet, vendosën bizneset, vendosën atyre, zbashku me ju. Çfarë ndodhi? Miq, do më falni. Për ata që kanë përjetuar diktaturën, i rikujtoj këtu se të gjithë gazetarët që vinin në Shqipëri e kishin një titull në çdo artikull që shkruanin: Shqipëria, vendi i kohës së ndaluar. Çfarë ndodhi 12 vjet me regjimin e Edi Ramës? Më falni, çfarë ndodhi? Rrogat i ngriu, pensionet po thuaj i ngriu, kurse çmimet u rriten nga viti në vit. Parat nuk ju kthyen shqiptarëve, parat nuk ju kthyen qytetarëve. Dhe ne, dibrand shqiptar, që ishim me rroga pensione më të larta se popujt përreth, arritëm me çmimet më të larta dhe rrogat më të ulta. Bashkëmoshatari i pensionistit shqiptar, që mirëte në vitin 2013, 143.000 lek, dhe në Maltëzi mirëte 138.000. Sot merë në Maltëzi 450.000. Sot merë në Serbi 405.000. Sot merë në Maqedoni 390.000. Pse kjo? Sepse u kthejnë para qytetarëve, sepse një qeveri e zgjedhur nga qytetarët u kthejnë para qytetarëve. Po këta çfarë bën këta? Këta, kur ndanë buxhetin, u lavë thërrime, grabitën 90% investimeve, 12 miliard kanë investuar në rrugë, të cilat kur nuk shkojnë më shumë se 2.3 miliard, kanë vjedhë pra 80-90% të gjitha taksave tuaja.